Kuvendit të Kosovës, për propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës, por gjithashtu dhe për temat të tjera të aktualitetit politik. Këto do të diskutojmë bashkë me të ftuarin tona, Mehmet Jusufi, nën kryetari jak. Zotri Jusufi, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Përshëndetje, mirë se u gjej. Ndalemi për fillim tek 31 seancat e dështuara për konstituim të Kuvendit. Pse mendoni se partitë politike po shkojnë në Kuvend pa pasur qëndrime të ndryshuara, me që rezultatet po jenë të njëjta? Unë konsideroj se ka ardhur deri të absurdi kjo mënyrë e sjelljes së partive politike, deputetëve në këtë rast, sepse mungojnë iniciativa të cilat do ta kishin nxjerrë prej situatës të tillë dhe do të ishte konstituu kuvendi. Mirë po, me vetë faktin që është ofruar një person për të cilin veç është ditë se mund të bëhet bllokimi dhe për atë unë konsideroj që Zoti Kurti e ka ofruar Albulnena Haxhiun për kryetare të kryesisë së kuvendit dhe është para parë ndoshta edhe bllokimi i kuvendit në këtë mënyrë, duke e ditur se partitë politike e kanë një opinion për personalitetin e saj, për sjelljet e saj të mëhershme. Po ashtu, konsideroj që partitë opozitare është dashur mos e shikojnë veprimin e lëvizjes vendosje, por është dashur të takohen, të konsultohen, të gjejnë mënyra të veprimit, të cilat do të kishin mund ta bëjnë një blok opozitar, sa më shpesh që do të takoheshin, normal që do të mund të gjenin edhe mënyrë të zhbllokimit të situatës dhe konsideroj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ofruar gjitha mundësitë që të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm opozitar në mënyrë që të konstituohet kuvendi dhe të krijohet një qeveri e opozitës. Tha që vetëvendosja ka zgjedhur këtë emër duke ditur që mund të kundërshtohet nga partitë e tjera politike. A i bie kjo që lëvizjes vetëvendosje i konvenon kjo lloj bllokade? Dyshoj që është studiuar se si mund shkohet në zgjedhje të parakoshme ose të jashtëzakonshme, në këtë rast në zgjedhje të përbashkëta dhe lokale, sepse sa herë ka nevojë për të krijuar situata të cilat janë të pakontrollueshme, atëherë i konvenon asaj partie e cila ka synim edhe fitimin dhe si parti e parë fituese, po të kishte qenë parti serioze, së pari do të sillej ashtu si duhet me opozitën për shkak se ka pas mundësi që të ketë një fjalor tjetër dhe jo një fjalor denigrues në momentin e shpalljes së fitores dhe po ashtu sjelljen e më tutjeshme duke mos ofruar një bashkëpunim të partive politike për të konstituar një qeveri, qoftë në një koalicion të mundshëm, dhe ne kemi pa që nuk ka pas një qasje serioze për krijimin e një koalicioni nga ana e lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo ka bërë që tani të kemi një ngërç politik, pozicioni i një partie politike e cila ka qenë deri tani në pushtet me qëllim që ta mbaj pushtetin edhe më tutje, duke pas gjendje pa institucione, njëkohësisht edhe partitë opozitare nuk kanë mund të krijojnë një unitet të brenda tyre në mënyrë që të kërkojnë rrugdalje nga kjo situatë. Megjithatë, a do ishin të mjaftueshëm edhe numrat e partive opozitare në një situatë? Po, besoj që partitë opozitare po të kishin qenë në një shkallë më serioze të analizës politike në Kosovë, sepse bazuar në 4 partitë politike, nëse mund të themi, 3 të cilat janë deri tani kanë qenë opozit, do të kishin mund që edhe me pakicën jo serbe ta mundsojnë funksionimin e një qeverie e cila në të ardhmen do të mund të udhëheqte me vendin. Zotri Jusufi, përmendet pak më parë pjesën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme pra parlamentare bashkë me ato lokale, propozim të cilin e ka bërë lëvizja vetëvendosje. Në çfarë aspekt mendoni se i ka konvenuar vetëvendosjes të mbahen 2 parë zgjedhjet për një ditë? Duke pas parasysh se është partia e parë që ka, domethënë, më shumë edhe elektorat,
Po ashtu edhe sa më të lovi që t'jenë pjesëmarrja në zgjedhje, në kuptimin e mbajtjes së 3 listave të cilat do t'ishin votuar, kjo i ka konvenuar lëvizjes vetëvendosje, sepse... Fituar edhe më tepër komuna në zgjedhjet lokale? Po pikrisht duke i përzir zgjedhjet lokale, me ato parlamentare edhe qytetari do të ishte i hutuar dhe normalisht që do të bëhej edhe një mishmash në kuptimin e zgjedhjeve dhe po ashtu do të votohej shablon e që kuptohet nëse votohet në mënyrën e tillë për kryetar të komunës veç, për këshilltar komunal veç, për deputet veç, atëherë kjo do të mundësonte një të llovi më të madhe në procesin zgjedhor dhe normalisht kjo më shumë i konvenon atij që i kontrollon zgjedhjet përmes edhe aparatit funksional që e ka tani jo legjitim, por megjithatë ju po e shihni që ne kemi angazhim të më tutjeshëm edhe të deputetit të zgjedhur që luan rolin edhe të kryeministrit, po ashtu edhe të ministrave të cilët janë thuhet në detyrën të vërtet ata janë certifikuar si deputet dhe vazhdojnë punën duke bërë edhe vendime, veprime jo ligjore, por që e shfrytëzojnë këtë anarki në mënyrë që të përfitojnë. Duhet kaloj pak edhe tek propozimi i LDK-s për qeveri të unitetit kombëtar, ku dje janë prezantuar edhe 15 pika të këtij plani. Mendoni se është një propozim i duhur ose jo? Si propozim, mendoj që është i mirë, po të mos kuptuaj që bëhet për motive politike, për shkak se dihet që unitet kombëtar nëse kërkohet një formimi një qeveri të tillë, atëherë partia e parë që është tani lëvizja vetëvendosje, edhe zoti Abdi Gjiku e din që nuk mund të ketë për shkak se është përjashtues dhe ka qenë edhe deri tani përjashtues madje edhe me nismën e cila është ndarë nga aleanca e që në fakt u tregu me njëherë mashtrimi i parë, e që nuk mund bësh unitet ose institucionet unitetit me atë që është përjashtues dhe nuk don me asken të komunikoj dhe edhe atëherë, kur ofron ofertë, është më shumë sa për thënë për opinion, ose madje edhe nga njëherë duke nënçmuar edhe kundërshtarin, në këtë rast partnerin politik i cili do të mund të ishte në kuadër të qeverisë. Prandaj, ky është një iluzion, por që nuk besoj që mund Sa të sinqert, me këto qëndrime kështu e shihni propozimin e LDK-s? Si propozim, e thash, është i mirë, por ka të bëjë me subjekte të cilat nuk po ofrojnë gatishmëri për një bashkëpunim të sinqert e të mirë, e që sidomos nga partia e parë që kjo është e theksuar qysh më herët, sepse një parti e cila ka pas në mandatin e kaluar 51% dhe gjitha ato projekte që kanë qenë, gjitha ato vendime që janë marë, gjitha ato vetëm e kanë rrezikuar interesin e Kosovës edhe qytetarëve të saj, tregon që nuk janë të gatshëm për unitet. Në të njëjtën kohë edhe opozita nuk është treguar sa duhet e gatshme për bashkëpunim, sepse e përmenda edhe më herët, aleanca e ka ofruar pa asnjë kusht gatishmërinë që të formohet një qeveri e cila mundson funksionimin e institucionet të Kosovës, por vrehet një mosgatishmëri nga subjekte tjera politike. Kënd e shihni më bllokuese në këtë pikë, cilat prej partive politike të tjera? E kam fjalën nga partitë e opozitës. Po, tash 2 partitë e para, tash pas lëvizjes vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës e ka megjithatë shumicën e ish opozitës, do t'i takonte shumë më shumë të jetë aktive në këtë drejtim. Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu po tregohet e ngushtë në kuptimin e angazhimit për pas një bashkëpunim më të thellë, sepse unë mendoj që çdo 13 ditë ose një javë duhet takoheshin liderët e partive të cilat kanë qenë në opozitë më herët në mënyrë që të ofrojnë zgjidhje. Mirë po, vrehet një rezervë e tyre sepse secila e mendon pozicionin e vetë, para se të mendoj pozicionin e Kosovës, të interesit qytetarëve të Kosovës, dhe unë konsideroj se një leadership,
çfarë do të meritonin partitë politike në Kosovë, do dojë ta kishin synim të parë Kosovën, pastaj partinë e tyre politike edhe elektoratin e tyre. Mirë po këtu shihet se secila e shikon elektoratin e vet, mundësinë për të përfituar më shumë se sa për të gjetur rrugën e zgjidhjes. Kur jemi tek agenda pra 15 pikëshe e LDK-s, plani 15 pikësh e LDK-s, të cilën e kemi edhe mbrapa në LED, duhet ju pyes sa ishini të mundura që të realizohen këto pika për 10 muaj, siç parashihet. Sepse nëse ndalemi analizojmë përfshihet për shembull vettingu në sistemin e drejtësisë, është edhe pjesa e rindërtimit të raporteve me BE-n dhe SHBA-n. Sa mund të realizohen në fakt për 10 muaj, nëse pas 10 muajve parashihet të ketë sërish zgjedhje sipas këtij propozimi? Këto pika normal që bazohen në realitetin e Kosovës dhe në ato që janë synimet Kosovës për të tejkaluar kriza, por po ashtu edhe për të riparuar marrëdhëniet me bashkësinë ndërkombëtare, por që unë jam i bindur që përgjithsisht marrë, ky është një propozim i mirë, por i pasbatueshëm në kuptimin e subjekteve politike të cilat do të mund ta realizonin këtë qëllim. Dhe është një fonton dëshirash, por dyshoj që mund të realizohet për shkak se nuk ka gatishmëri nga partia e parë duke u nisë, edhe nga parti tjera të cilat nuk kanë komunikuar si duhet mes vete. Po të ishte një propozim i opozitës ndoshta të bashkuar, do të ishte shumë më mirë dhe pikërisht pse ka propozime të veçanta nga secili subjekt për të blerë kohë, për të treguar se është parti më aktive ose se din të propozoj më mirë, kjo tregon që veç qëllimi është se si të arrihet një përfitim politik i një partije, se sa një gatishmëri për të qenë të bashkuar në një projekt tillë. Kalojmë pak tek emri i kandidatës për kryetare të kuvendit, megjithse kalim se diskutuam, por këja ka qenë ndër të vetmet parti politike që i ka propozuar disa emra të tjerë për të cilët do të kishte votën për. Jo vetëm ata që i ka propozuar, por ka edhe tjera personalitete brenda lëvizjes vetëvendose që do të mund të udhëheqnin mirë me kuvendin e Kosovës, madje ju e dini që është përsëritur edhe kërkesa që le të jetë edhe ish kryetari i kuvendit, domethënë me që e ka mbajtur një qendrim më neutral, nëse mund të them, në raport me partitë politike. Dhe dihet që kryetari i kuvendit është ai balancuesi i pozicioneve politike në kuvend, që domethënë nuk mban anë, është i përgjegjshëm për detyrën që ka, është bashkëpunëtor me parti tjera politike, qoftë edhe me komisione të cilat i kanë edhe përmirësimin e ligjeve, ndryshimin, plotësimin e tyre, dhe po ashtu votimin në kuvendin e Kosovës. Nëse do të kishte qenë një figurë më unifikuese, unë jam i bindur që do të votojë, sepse kryetari i kuvendit më shumë shikohet si një personalitet unifikues brenda kuvendit, e që është i pranueshëm edhe për tjerët, pavarësisht pse vjen prej një partie politike. Po me vetë faktin që dihet domethënë të kaluarën se si disa nga individët janë sjell në Parlamentin e Kosovës, në qeveritë Kosovës, në raport të ndërsjella mes partive politike, shihet që kjo është bërë me qëllim të bllokimit të kuvendit dhe vërtet unë konsideroj se është mjaft tani duhet të gjendet një zgjidhje edhe ose të formohet kryesia e kuvendit me një propozim tjetër dhe të kuptohet se nuk mund të kalojë kjo që është, ose të shkohet në zgjedhje dhe të gjendet një proces më i domosdoshëm për Kosovën, megjithse shkuarja në zgjedhje i kushton edhe Kosovës, edhe qytetarëve të Kosovës, për shkak edhe të këtij vakumi, derisa shtete tjera, ta marrim shembull, po avancojnë, ne kemi stagnuar, ne jemi nën sanksione, derisa ka kriza tjetër ka këtu, kemi të bëjmë me një shtet i cili nuk ka pushtet momentalisht, e që vërtet është absurd për kohën, sepse po të kuptohej kjo kohë ashtu si duhet,
do duhet të ishin të gjithë më gjeneroz në mënyrë që të bëjnë një koalicion i cili mundëson një qeveri për të udhëheqë me vendin e që do të funksiononin pastaj edhe institucionet tjera. Megjithatë pritet edhe një vendim i gjykatës kushtetuese ndoshta që mundet të jetë një hapje e rrugës për ndryshim. Në anën tjetër, nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se nuk u takon partive të tjera që të përzihen në emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Po ju pyes specifikisht me që AKJ-ja ka pasur disa emra të cilët i ka përmendur se do i votonte pro. Me arsyetimin sigurisht që edhe vetëvendosja më pastaj do përzihej në emrat e nënkryetarëve. Jo, e din edhe vetëvendosje se Aleanca pikërisht i ka përmend disa emra që vërtet edhe çmohen në Parlamentin e Kosovës, njëtën e tyre dhe veprimet, po ashtu angazhimin e tyre për shtetin e Kosovës, dhe normalisht që i ka përmend ata emra të cilët gëzojnë respektin në Parlamentin e Kosovës, prandaj nuk ka këtu ndonjë tendencë, këtu ka një propozim për dal nga kjo gjendje. Mirë po vrehet se nuk ka qëllim të zhbllokimit situatës dhe qëllim të formimit të qeverisë, por ka një insistim që të mbahet kjo gjendje e bllokuar, të bëhen veprime të cilat në këtë kohë të vakumit institucional mund shfrytëzohen, e që ne po kemi për ditë lajme për aferat korruptive, për veprimet palegjshme dhe që i kushtojnë normalisht Kosovës, e në veçanti pastaj edhe në marrëdhëniet me bashkësinë ndërkombëtare në këtë rast si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu me Shtetet Bashkimit Evropian, mungon një komunikim dhe Kosova në një farë forme ka me të krejt pas dore dhe kërkush nuk mirret me te, e që është një thellim i krizës në Kosovë. Ka pasur gjithashtu qëndrime nga partia e parë, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, dhe deklarata duke thënë se t'ju bëhen votat për kryetarit të kuvendit, sepse votat dhe numrat e mjaftueshëm për qeveri i kanë. Po nëse i kanë votat për qeverinë, ti marrin ato votat qeverisë, pra se shumë më lehtë është për kryetar të kuvendit se sa për qeverisë. Ne asnjëherë deri më tani nuk kemi pas spaku deri në 2-ën, 3-ën seancë, gjithmonë është zgjedh kryetari i kuvendit për shkak se janë ofruar forcat politike, kanë bashkëpunu, pastaj edhe ka pas një komunikim më të mirë, ka pas interesim madje që të bëhet zgjidhja, po ne vrejmë një mos kokçari në këtë drejtim, absolutisht ta marrim shembull lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, as që intereson që të komunikoj ashtu si duhet me deputetët, qoftë veç e veç, me përfaqësues të partive politike, sinqerisht po them, por vrehet që nuk ka një disponim që të ndodhë një gjë e tillë, ndërsa po të kishte pas vullnet kjo do të ishte bërë shumë shpejt dhe nëse pas ka vota për qeveri, le t'i marrin që ato votat e qeverisë pra dhe le t'a bëjnë edhe kryetarin e kuvendit. Do të thonë, këtu kemi të bëjmë me një proces që vazhdon në ndërtim të institucioneve të Kosovës. Dua që pyes pak edhe për bisedimet në fakt që vazhdimisht janë diskutuar ndërmjet Nismës edhe Lëvizjes Vetëvendosje, me që AKJ-ja dhe Nisma kishin garuar në koalicion në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Se e shihni një farë forme insistimin e Nismës që të mos ketë një marrëveshje me Vetëvendosjen në këtë rast pa pozitën e kryeparlamentarit? Po, Nisma duke u ndarë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shpresuar normalisht që të jetë pjesë koalicionit, sepse votat parafroshin, do më thonë, ishte veç edhe një vot që do të dohej nga deputetët e Parlamentit Kosovës për ta formu qeverinë dhe pikërisht këtu ka shpresuar Nisma, por që u pa se mashtrimi ndodhe me rastin kur vetë lideri Nismas doli dhe tregoj që ju ka premtu posti i kryetarit të Parlamentit, po që të nesërmën ka ndryshu dhe është propozu tjetër kush. Do më thënë, këtu kemi të bëjmë me përfitimit momentit, nëse mundet të mashtrohet dikush edhe tjetë pjesë e koalicionit, po që nuk ka ndodhë sepse vërtet në vend se të ketë një marrëveshje parimore, madje të nënshkruar si që ka ndodhë dhe në të kaluarën, tash kemi kush këpo e mashtron më shumë. Në këtë formë e shëni? Pikërisht në këtë formë është Lëvizja Vetëvendosje me Nismën e ka luajtur lojën në këtë formë.
Më pastaj dhe ka pasur një farforme takime të presidentës bashkë me përfaqësues partive politike dhe së fundmi është njoftuar nga presidenca se po përgatisin edhe një draft për ta dërguar në gjykatën kushtetuese. Sa mendoni se është angazhuar mjaftueshëm presidentja në mënyrë që të ndihmojë në tejkalimin e këtij ngarçi politik? Presidentja konsideroj që është në ndikimin edhe të një koalicionit më hershëm që ka pas edhe me lëvizjen vetëvendosje dhe normalisht nuk mund të lirohet let nga ndikim për shkak se brenda vetëvendosjes ekziston edhe një grupim politik që e ka përfaqësuar në vërtet në kaluarën presidentja dhe kjo pastaj është nyje e lidhur e që presidentja ka mundur t'i takoj më shpesh liderët politik të bëj trysni në kuptimin pozitiv, pa them, të liderët politik që të bëjnë zgjidhjen, të japë ndonjë propozim madje për zgjidhje, por që e kemi vrejt se nuk ka një gatishmëri të tillë nga ana e presidentës, qoftë edhe duke komunikuar ndoshta edhe me faktorë që kanë një ndikim në jetën politike të Kosovës, siç janë edhe faktori ndërkombëtar, por nuk e kemi pa një gatishmëri të tillë, një energji të tillë të shpenzuar në këtë drejtim nga ana e presidentës në mënyrë që të kemi një zgjidhje e cila do ta çonte Kosovën drejt formimit të institucioneve. Besoni se do shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare nëse nuk do ketë një marrëveshje politike mes partive, sepse po të kishte deri më tani sigurisht do zyrtarizohen mbase. Po gjasat janë më shumë që të ndodhin zgjedhjet të cilat mund të jenë në të ardhmen si projekti ati që në fakt e ka blokuar procesin dhe ndoshta pikërisht ky është qëllimi që është bë kjo gjendje e që nuk ka as interesim që dilet nga kjo situatë dhe me vetë faktin që nuk ka interesim atëherë është treguesi më i mirë se i konvenon partisë e cila ka dalë para që të çojë vendin në zgjedhje madje mundësisht sipas tyre në zgjedhje të përbashkëta me ato lokale. Mendoni se do ketë në vazhdim edhe një farforme zhvendosje të vëmendjes të partive politike tek zgjedhjet lokale, sepse qysh tani vrehet që ka filluar fushata? Po, thonë ujku do mjegull dhe kjo formë e veprimit nëse shkohet drejt zgjedhjeve të përbashkëta, atëherë krijon edhe më shumë mundësi të manipulimit, e që kemi pasë edhe në këto zgjedhje që kaluan ka pas në një tendencë dhe një dukuri të manipulimit me votat, sidomos ato nga jashtë, e që është tregues se çdo grumbullim i zgjedhjeve në këtë mënyrë veç është një strategji për të përfituar në këtë situatë. Sa është mobilizuar përgjithsisht AK-ja qoftë me takime, me përgatitje për këto zgjedhje? Ne jemi në proces të veprimeve sidomos në komuna për shkak se zgjedhjet komunale veç edhe ashtu janë të parapara, e që në komuna jemi shumë mirë duke u organizuar për shkak se kemi një strukturë të qëndrueshme dhe aleanca gjithmonë e ka elektoratin e vetë të padiskutueshëm sa i përket qëndrueshmërisë, por po ashtu jemi duke u përgatitur si parti politike në mënyrë që nëse shkojmë në zgjedhje të përbashkëta të jemi në fokusin e elektoratit dhe qytetarit Kosovës. Unë konsideroj nëse qytetarët bazohen në ato që janë vendime, veprime dhe përgjegjësi në qeverisje, Aleanca për Harmoninë e Kosovës ka treguar se është parti e cila bazohet në vepra, bazohet në ato që janë forcimi i shtetit të Kosovës, forcimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, krijim të aleancave në kuptimin më të mirëfillt dhe po ashtu një parti pragmatike e cila vepron terren jo me populizëm, jo me fjalë boshe të cilat pastaj e zgënjejnë qytetarin. Përkundrazi, vendimet që i ka marrë derisa ka qenë qeveria Aleanca për Harmoninë e Kosovës, sot Kosova funksionon mbi ato veprime të cilat tjerë të i shfrytëzojnë duke mos pas asnjë merit në krijimin e tyre. Kur pritet të bëhet edhe zyrtarizimi i kandidatëve në për komunat Kosovës, megjithëse në ato që udhëheq ne do mbeten kandidatët e njëjtë? Ne veç disa i kemi zyrtarizuar si parti politike dhe ndoshta jemi partia e parë që i ka shpall
disa nga kryetarët e komunave, jemi po ashtu në angazhim që edhe në të ardhmen të shpallim të tjerët që kanë bet, po e di që jemi shumë në fokus të emrave të cilët kanë edhe respekt e popularitet në komunën që janë, por edhe që kanë treguar efikasitet në punën e tyre, sidomos komunat me cilat ka qeverisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dhe që janë shembulli më i mirë i qeverisjes në Kosovë. Dhe konsideroj kjo du t'ju shërbej qytetarëve të Kosovës edhe për nivelin qendror në mënyrë që duke e qeverisur vendin ashtu si duhet, me vendimet që i duan qytetarit Kosovës, e shtetit Kosovës, atër fiton Kosova. Përveç komunave në të cilat udhëheqni si AK, ku tjetër prisni që kësaj here ta merrni mandatin? Ne kemi në disa komuna një strukturë të organizuar mirë, madje në disa komuna kemi pas bashkëqeverisje, e që të gjithë nën kryetarët tanë, drejtorët, këshilltarët komunal kanë treguar efikasitet, edhe unë jam i bindur që kjo vetëm do ta forcojë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, dhe kemi disa komuna cilat i synojnë, por kjo do të shihet në angazhimin e ardhshëm përmes edhe të strukturës e cila i nxjerr kandidatët, qoftë për këshilltar komunal, qoftë për kryetar të komunave, e që unë jam i bindur se do të nxjerrim një cilësi edhe më të madhe se sa që e kemi tash. Qarë, sigurisht mbetet edhe të shihet. Zotri Stufit, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditare. Më ndërqofshi, faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe një herë.